Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 24 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. (24 korrik). Ngjarje 1132. U zhvillua betejë në Noçera në mes Raulfi II nga Alife dhe Roger II nga Sicili. 1567. Mbretëresha Marie e Skocis u largua nga froni dhe u zëvendësua nga djali i saj 1 vjeçar, James VI. 1701. Anton de la Mothe Cadillac themeloi postën tregtare në Fort Pontchartrain, që më vonë bëhet qyteti Detroit. 1823. Skllavëria u praktis në Kili. 1911. Hiram Bingman III rizbulon qytetin e humbur Machu Picchu. 1924. U themelua Federata Botërore Shau në Paris. 1943. Mbretëria e Bashkuar nga Kanadaja bombardojnë Hamburgun natën dhe SBA ditën. Lindje 1725. Lindi John Newton, kompozitor anglez. 1783. Lindi Simon Bolivar, politikan latinoamerikan. 1802. Lindi Alexandre Dumas, letrar francez. 1857. Lindi Henrik Pontoppidan, letrar danez fituesi i çmimit Nobel. 1864. Lindi Frank Wedekind, letrar gjerman. 1897. Lindi Amelia Earhart, pionere e aviacionit amerikan dhe luftëtare për të drejtat e grave. 1904. Lindi Delmer Daves, regjisor dhe skenarist amerikan. Vdekje 1862. Vdiq Martin Van Buren, politikan amerikan. 1980. Vdiq Peter Sellers, aktor britanik. 2000. Vdiq Aman Shomlu, shkrimtar dhe gazetar iranian. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Anton Zakos, ose siç njihet ndryshe me emrin e artit Çajupi, i cili ka lindur në vitin 1866 dhe ka ndëruar jetë në 11 korrik të vitit 1930. Ai ka qenë poet, dramaturg dhe veprimtar i lindjes kombëtare. U lind në Shepër të Zagoris, i biri Haritos Zakos, një tregtar duhani i cili punonte në Kallaf dhe Egjipt. Anton Zako, njohur më vonë në emrin letrar Çajupi, mori mësimet fillore në shkollën greke. Në vitin 1882 u vendos në Aleksandri, ku studioi për 5 vite në liceun francez. Gjatë qëndrimit të tij në Aleksandri, u takua me mjaft avokat të huaj që ndikuan të vazhdonte studimet për jurisprudencë në Zvicër, ku Çajupi shkoi në vitin 1887 dhe vazhdoi studimet për 5 vite në këtë disiplinë. Atje takoi bashkëshorten e tij të ardhshme, Eugenin, me të cilën pati një djalë, Stefanin. Vdekja e Eugenis në vitin 1892 ishte për të një humbje tragjike. Ai u kthye në Egjipt, ku përkushtua lëvizjes kombëtare duke u bërë një ndër figurat qendrore të kolonisë shqiptare në atë vend. Në Kairo, ku u zhvendos për gjithnjë, punoi për një farë kohe si avokat. Karriera juridike mori fund për shkak të një gabimi strategjik që bëri, duke mbrojtur një shoqëri franceze kundër interesave të princit të Egjiptit, më pas ju përkushtua letërsisë. Nga fundi i shekullit të 19 mori pjesë gjallërisht në lëvizjen patriotike shqiptare dhe mbajti krahun e saj më të përparuar. Në rrjetet e gjëra detare u bë i njohur me një artikull që shkroi në kuadrin e diskutimit rreth çështjes së alfabetit, ku ishte kundër adoptimit të alfabetit grek në gjuhën shqipe. Në vitin 1909 botoi shkrimin e njohur Klubi i Selanikut, një pamflet dërmues kundër armiqve të brendshëm të lëvizjes kombëtare shqiptare. Patriotizmi, flag dhe qëndrimi i prerë ndaj pushtuesve të huaj e nxjorën Çajupin në krye të patriotëve që vepronin në Egjipt.
Në vitin 1919 u zgjodh kryetari i shoqërisë Vllazëria me qendër në Kairo, që frymëzues dhe njëri nga artuesit e memorandumit që shqiptarët e Egjiptit i dërguan konferencës së paqes në vitin 1919 në mbrojtje të tërësisë territoriale të Shqipërisë. Në vitin 1920 themeloi Shoqërinë e Miqve, e cila në vitin 1928 e ngriti zërin kundër shpalljes së monarkisë nga Ahmet Zogu. Shkrimi i tij i parë që njihet është artikulli "Duke kërkuar një alfabet", botuar në revistën Shqipëria në Bukuresht. Pothuajse në të njëjtën kohë me veprimtarinë adetare, Çajupi nisi punën letrare. Në vitin 1902 botor librin Baba Tomori. Në pjesën e parë dhe të dytë të librit janë vendosur me radhë vjershat patriotike dhe ato me temë dashurie. Vjershat me karakter shoqëror dhe fabulat e shqipëruara janë përfshirë në pjesën e tretë të librit, që përmbyllet me komedinë e njohur Për radhë nga e kaluara. Në historinë e letërsisë shqiptare, Çajupi zuri vend dhe si dramaturg. Rëndësi të veçantë kanë sidomos komeditë e tij, Për radhë nga e kaluara dhe Pas vdekjes, e shkruar në vitin 1910 dhe botuar në vitin 1937, me të cilat solli një ndihmës me vlerë në zhvillimin e këtij lloji në letërsinë tonë. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth një perimi i cili quhet suet. Suet është një perime me rënjë që i përket familjes së brokulit, lule lakrës, lakrës jeshile. Ata njihen si rutabaga në Shtetet e Bashkuara, por quhen suet në të gjithë botën. Suet ka një gamë të gjerë përfitime shëndetësore për shkak të burimit të shkëlqyer të vitaminave dhe lëndëve ushqyese. Kjo perime e shëndetshme është veçanërisht e lartë në vitaminat C, E, K dhe B6, si dhe një burim i mirë i manganit, kaliumit, magnezit, kalciumit, hekurit, zinkut, karotinës dhe fibrave. Vetëm me 100 gram në këtë frutë përbën 41% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C. Është e shkëlqyer për njerëzit që duan të reduktojnë kaloritë e tyre, pasi ka pak kalori dhe ndihmon në humbje peshe. Ndihmon në parandalimin dhe luftimin e kancerit. Suet përmban antioksidantin që përmban shufur, glukizonolat, i cili është treguar se redukton rritjen e tumoreve kancerogjene. Ai përmban karotin dhe vitamin C, që lufton radikalet e lira dhe promovon qelizat e shëndetshme. Ndihmon me diabetin dhe humbjen e peshës. Suet luan rolin e patatet e të bardha, pasi ato nuk kanë shumë karbohidrate që të shpërbohen në sheqerna të thjeshta. Prandaj janë një perime e shkëlqyer për të ndihmuar njerëzit që janë rezistent ndaj insulinës ose kanë diabet. Perimet e pasura me fibra si suet janë gjithashtu të dobishme për metabolizmin dhe për t'u ngopur, ndërkohë që kanë kalori të ulta. Ndihmon në përmirësimin e shëndetit të tretjes. Fibrat në këtë frutë ushqejnë bakteret e mira në zorën tuaj dhe gjithashtu ndihmojnë me kapsllëkun. Ndihmon në përmirësimin e sistemit imunitar, duke qenë se përmban një sasi të lartë të vitaminës C. Ndihmon sistemin imunitar për të prodhuar qelizat e bardha të gjakut. Ndihmon në parandalimin e plakjes së parakohshme. Këto fruta janë efektiv në luftimin e radikaleve të lirë. Kjo ndihmon në parandalimin e plakjes së parakohshme, përmirëson shikimin dhe ndihmon në stimulimin e rigjenerimit të qelizave në organet dhe indet tuaja. Vitamina C është një element i domosdoshëm në prodhimin e kolagjenit, për shërimin e lëkurës, indeve, muskujve dhe enëve të gjakut. Ndihmon në ndërtimin e kockave të forta. Suet ka një pasuri të mineraleve të rëndësishme, duke përfshirë zinkun, kalciumin, magnezin, manganin dhe fosforin, të cilat janë thelbësore për ruajtjen e kockave dhe indeve të shëndetshme. Mbajtja e kockave tuaja të shëndetshme parandalon osteoporozën. Ndihmon presionin e gjakut dhe shëndetin kardiovaskular, duke qenë se përmban kalium, ul nivelin e presionit të lartë të gjakut dhe redukton stresin. Përmbajtja e tij në fibra gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit. Suet është një perime me rënjë që i përket familjes së brokulit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 24 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pazites të relievet malore lindore pritet vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 36 gradë Celsius. Kukës, 18 deri në 32 gradë Celsius. Peshkopi, 17 deri në 30 gradë. Tiranë, 22 deri në 35 gradë. Durrës, 24 deri në 33 gradë. Kavaj, 23 deri në 33 gradë. Elbasan, 22 deri në 35 gradë. Berat, 22 deri në 36 gradë. Korç, 16 deri në 28 gradë. Vlorë, 24 deri në 32 gradë. Qirokastër, 18 deri në 30 gradë. Sarandë, 24 deri në 32 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 24 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod relativisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pazites në disa zona malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pazitja vijon me temperatura në rritje dhe një mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 14 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 29 gradë. Skënderaj, 14 deri në 30 gradë. Pej, 14 deri në 30 gradë. Prishtinë, 14 deri në 30 gradë. Gjakov, 15 deri në 31 gradë. Malishev, 15 deri në 31 gradë. Gjilan, 14 deri në 30 gradë. Ferizaj, 14 deri në 30 gradë. Kaçanik, 13 deri në 29 gradë. Suharek, 15 deri në 31 gradë. Prizren, 15 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.